kur. Lufta për Kadri Kryeziun nga Mleqani i Malishevës nuk ka mbaruar ende. Ai thot se për të merr fund atë ditë kur i varros eshtrat e të birit Sabedinit, që u gjetën në prag të 26 vjetorit të masakrës së Kralanit, gjatë së cilës ai u vra nga forcat e policisë serbe. Kur ardhë unë mi ka ra djallet shkelëm, tha se edhe ti ko ke i mirë me punu. 98 na i murën aty, i bon resht, i nisën një farë shpati që është një farë livadhi. Sen më shtirë se me ta marrë e vladin për skejt, me tha për ta qenë kasapona, me ta përshkatua, mos ka ku me shku ma keq. Tortura e burrave në Kralan të Gjakovës zgjati 3-4 ditë e më pas Kadriun forcat serbe e ndan nga djali, aso kohë 16 vjeçar. Të rinj timorën e të moshuarit i nisën për Shqipëri. Veç mas si më ka met pik, ka den, si më ka met pik, 3 ditë e 3 net këna nejtë që aty pa hangër boksi a shku ondë. Qaj e mas shumëti. Ka një lugë dvogëla si të qajtë, shiqer në që të këndur, që ata me hangër ty be drejt me të kalzohë nëse hangëra jadash djallit. Që kur u ndane deri të premten e shkuar, 82 vjeçari thot se kur nuk ka qenë i qetë. Javën e shkuar u identifikuan mbetjet mortore të Sabedin Kryeziut, mentor Kryeziut e Vebi Halilajt, viktima të masakrës së Kralanit të Gjakovës. Kadri Kryeziu thot se mezi i besoi lajmit. Tha ju në gjetë. Thash qysh bre se në gjetën, thash kur i kanë djegë, qysh u gjetën se i kanë djegë. E tash masi mu ka lajmëru si është e sigur të anësish, mu ka lecu këtë gja fort puna. Eshtrat e të birit 18 vjeç mentorit do t'i kthehen edhe Maliq Kryeziut nga fshati Bubaveci i Malishevës. Ka thjenë telefon, edhe ty kajtë. Më lishta më su mërzita se mentore është dalë, tha, që treshën e Malishevës, janë gjitha eshtrat e ti. Atëra aty të masën i më veç, nuk e di që ka veç ka me të thonë. Por a i thot se mërzitët sa herë që e kujton se si e ndan nga djali. Ka qenë ai momenti më i rënd për mu njëtën tëmë, se unë e kthesha krytë një herë dhe shisha, po edhe ai e kthej ke krytë tinëzisht, me më po sikur kërkon të ndihmë, sikur do të me ndihmu në diçka, po nuk nuk kisha mundësi, s'kisha fuqi. Edhe ai në atë rrugën e pak kthejmë në rrugën tjetër kënej. Ai shpreh dyshim se shteti që e vonoi gjetjen e eshtrave të djemve të tij do të sjellë drejtësi për të. Qeveria e Kosovës që nga pas lumta deri sot nuk e ka dhënë provimin me neve si familjar të pagjeturve. E Bekim Blakaj, drejtori i Fondit për të drejtën humanitare, thot se institucionet kanë mundur të bëjnë më shumë për zbardhjen e fatit të të zhdukurve. Për fat keq, nuk jemi fare optimist për sjelljen e drejtësisë për viktimat të krimeve të luftës. Tashmë kanë kaluar 25 vite nga përfundimi i luftës dhe është një numër shumë i vogël i individëve të cilët janë dënuar për krime lufte. Sabedin Kryeziu pritet të varroset të premten, ndërsa mentor Kryeziu e Vehbi Halilaj do të varrosen më 4 prill në përvjetorin e masakrës së Kralanit.